Presidentit Amerikan, Donald Trump, janë dërguar sot falë speciale nga Kosova. Ato ja dërguan disa policë kufitar derisa e përcollën nga këtu këshilltarin dhe mikun e tij, pastorin Mark Burns. Këtë fundit e befasuan me një dhuratë për lëvdatat që ja bëri policisë kosovare për sigurinë që ja ofroi gjatë vizitës këtu, dhe atë të përhershme që ofron për objektet fetare, sidomos për ato të kishës ortodokse serbe që i vizitoi bashkë me krejun e saj, patriarkun Porfirie. Pra, policët po e falenderojnë pastorin duke ia dhuruar stimin e institucionit që përfaqësojnë, ndërsa insistojnë që t'ia dërgojë të falat gjithsesi presidentit amerikan. Madje u lutën që Zoti ta bekojë Amerikën. E pastori e falenderoi popullin dhe shtetin e Kosovës, por edhe policinë për mikpritjen dhe përkushtimin ndaj paqes, sigurisë dhe respektit të ndërsjellë. Gjatë vizitës në Kosovë, Burns vizitoi objekte fetare në Kosovë, bashkë me ato që i takojnë kishës ortodokse serbe. Vizita këto që i bëri së bashku me patriarkun Porfirie. Ditë më parë, Burns përviziteshte edhe në vendet e tjera të Ballkanit si në Serbi dhe Bosnjë Hercegovinë.